Samil Ushtaku, ish generali luftës, nënkryetari i komunës së Skenderajit. Kënaqësi me të pasur në emision. Faleminderit. 26 vjet nga rënja e komandantit Ilas Kodra, 40 dëshmorëve të tjerë dhe 275 martirëve. Çu kujton këtë ditë mas 26 vite? Gjithmonë e kam besu që me kalimin e kohës nashta dhe shërohen edhe plagët. Po aja që na po përjetojmë është e kundërta realisht. Domthonë për çdo vit që po shkojnë në vizitat të familjet e dëshmorëve dhe të familjet e martirëve, domthonë pesho që plagë veç ma shumë po hapen dhe dhimbta është hala më e madhe. Nuk është e lehtë nëse për çdo vit shkon në viziton familje dëshmorë, martirë, njerëz që janë vrarë për këtë tokë dhe e sheh familjen apo e sheh familjet për mu, për kolegët e mi, për shokët e mi, po besoj edhe për shqiptarët nuk është e lehtë. Për një pjesë që kanë përjetuar, sidomos që kanë përjetuar luftën, dhe për ata që kanë humbur anëtarë të familjes. Domthonë është diçka tepër emocionale, e rëndë, e dëmshme, po jeta ka kështu, domthonë pa gjakun e tyre, pa sakrificën e tyre, me siguri që edhe ne sot nuk ishim këtu ulur bashkë. Është folur shumë general për Ilas Kodrën. Kush është Ilas Kodra sipas Samil Ushtakut? Po të vetë për një arsye sepse keni qenë nga orët e hershme bashkë me të. Realisht, ndoshta pak është fol për Ilazin, ndoshta pak është fol për veprimtarinë e Ilazit. Unë po mënona shkurtimisht, sepse nuk e besoj që në këtij emisioni kena mundësi me thonë gjithë ato që ka ndodhur dhe veprimtarinë e Ilazit, sepse Ilazi ka nisë veprimtarinë qysh herët, qysh nxënës i shkollës të mesme, me protesta, me demonstrata, me aksione lufte, me stërvitje ushtarake dhe me luftën që ka ndodhur në Kosovë. Ilazi ka qenë një prej nxënësve të shkëlqyshëm dhe si pjesëtar i UÇK-s ka qenë një prej ushtarëve më të pranueshëm apo komandant më i pranueshëm në zonën operative të Drenicës. E përmendëm zoti Ushtaku, ka ra heroikisht Ilas Kodra, 40 dëshmorë dhe 275 martirë. Ku ishit ju në momentin kur zoti Kodra ra? Edhe unë kam qenë po më në Drenicë, kam qenë pjesën tjetër, kam qenë në Likovc, po e kemi përjetuar domosdoshmë komplet ofanzivën e forcave serbe atë ditë, sepse edhe pse ishëm të ndarë, domthonë edhe pse ka pas luftime edhe në pjesën tjetër, megjithatë forcat e shumta të policisë dhe ushtrisë serbe e kanë bërë vetën. Ilazi ka tentuar që një kohë të mbroj civilit, sepse në atë pjesë ka pas shumë civil dhe ka qenë një luftë tepër e ashpër, tepër e pabarabartë dhe unë nuk e kisha menu ndonjëherë që Ilazi ka më vrarë atë ditë, po që lufta fati tina e deshti që ai të bie heroikisht domthonë së dhe 26 vjet. Zoti Ushtaku, po më intereson pak për orët e të hershme të organizimit të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Si u mblodhët? Kush ishin të parët? Po besoj që keni të freskëta këto, pavarësisht që kanë kaluar shumë vite. Jo, kjo nuk harrohet asnjëherë, domthonë ne kemi qenë një grup djemsh apo burrash që kishim marrë pjesë në demonstratat e vitit 88-89 dhe mas gjithë atyre protestave, demonstratave, ne kishim lexu, ne kishim dëgju që ka pas shumë burra para neve, sidomos ata të viteve, hajde prej demonstratave, sidomos demonstratat e të Eltenitës, ne ishim të gjithë anëtarët lëvizjes popullore të Kosovës dhe fillum me mendu, domthonë që vetëm me protesta, vetëm me demonstrata, domthonë nuk fitohet liria dhe kemi diskutuar bashkë
më kujtohet që sot Kush ishit, ku mblodhët? Ka qenë Adem Jashari, Sahet Jashari, Las Kodra, Fadil Kodra, Jakub Nura, edhe unë fillimisht. Dhe nuk ka qenë i lehtë vendimi ku ne kemi vendosur që me fillu me aksionin Gurili. Unë e kështu mendoj sepse na kishte mësu jeta e pam luftën në Sloveni, në Kroaci dhe në Bosnë dhe e dishim që lufta po troket edhe në Kosovë. Dhe ky ishte momenti, zoti Lushtaku, kur ju atëherë si djem të ri u bindët që me protesta, me lëvizje paqësore nuk mund të fitohet liria. Absolut jo. Na, edhe pse ishim antar të lëvizjes bollore, kemi qenë gjithmonë kemi përcjell situatën politike dhe ne jemi bindë që me politikën paqësore, pacifiste, Serbia asnjëherë nuk largohet nga ky vend dhe ato kemi vendosur që jo që ne kemi menuar ndonjëherë që kena me pas mundësi me bindë shqiptarët që me luftu kundër Serbisë, sepse Serbia ka qenë një forcë ushtarake tejet e përgatitur, tejet e fortë, e sidomos në Kosovë, i ka pas gjitha mekanizmat, i ka pas njerëz në institucione, shërbimet informative dhe ka qenë gjithmonë shtrime. Domthonë ka qenë e vështirë me menu, jo me vepru në atë kohë. Po folëm për kohën. Dhe ne aja që kemi dhënë detyrë vetes është që ne kena vendosur në fund punit më vrau për me çu mesazh edhe të policia dhe ushtria serbe, po edhe të shqiptarë që nuk besonin që ka djemni që ja kthejnë pushkën Serbisë. Dhe vitet e 90-ta nisen sulmet ndaj caqeve serbe. Nëse më kujtohet, nëse e kam gabim të lutem përmirëso, në Drenas, në Mitrovic, Vushtri dhe në disa vende tjera. Po jo, në Skënderaj, në Mitrovic, në Vushtri edhe në Drenas, kanë fillu aksionet e para Gurile. Ca kishin stacionet policore, apo bazat, apo cilat ishin ca? Çfarë kohë kryen? U kryen natën këto aksionet, sa veta ishit? Fillimisht, ne vendosëm që ata polic që ishin ma tashpër me qytetarët e Kosovës, fillu me identifiku cilët janë ata dhe fillu aksionet. E mojnë me unë s'ka marrë pjesë në Skënderaj, po disa shokët mi, apo shokët tonë, dhe ne aksionin e dytë e kemi kry, aksionin e dytë dhe aksionin e tretë e kemi kry në Drenas. Fillimisht e kemi kry aksionin e parë në Drenas, në stacionin e autobusave. Kemi qenë aty pone, u kanë Jakub Nura edhe ishëm do, dhe më në Ilazi, Ademi, në Runik, kurse unë e Jakupi, Ramiz Ladrovci, në Drenas. Edhe Adem Nura. Dhe kryet akcioni parë, aja që më bëm përshtypje, masi kemi kryet akcionin e parë, Ilazi dhe të natën kemi utuar kam, sepse nuk ka qenë lehtë, dhe më në dashke lëvizjet me qenë të kujdeshme, sepse të natën përthuj se kemi lëviz, dhe kemi arë me nëgjes, dhe në nëgjesin e hershëm kemi shku me Ilazin, me Jakupin, dhe i ka raportu Ilazin, kujtohet që sot, i thotë shokë, komandon Bilideri, atëherë ne ishëm veç shokë, në unë për herë të parë, Ilazi thotë komandon, thotë aksionin e Drenas ka pas sukses, edhe si mas mendimit tonë janë vra 2 policë e kështu me radhë. Dhe fillon aksioni dytë, në vitin 1992, prap të hekurudhat, ishte ideja Jakub Nurës, për vetë faktin që ato ishin vra në Zancit e Drenasit, në protesta kur ka qenë apo demonstrat, dhe ato kemi marrë pjesë
Ilozi, Jakupi, Rafet Rama, Besim Rama. jo, Besimi nuk ka qenë me neve, dhe nuk e dia ka qenë Sahiti, nuk e kam gjatë. Dhe zoti Shtaku, mas ty në aksione që patët, po besoj që atëherë policia sërbe atëhershme ka nisur që të hulumtoj ose të marrë vesh se kush janë këta djemë, këta burra që po marrin e kësi aksionesh. Po, më kujtohet domthonjë që televizioni i Novi Sadit, domthonjë ka qenë emision dhe më kujtohet kur thonë që gjitha gjurmët, domthonjë na çojnë në prekaz dhe ne besojmë që Adem Jashari dhe grupi Adem Jasharit i ka kry këto aksione dhe më kujtohet domthonjë një dëshmitar shqiptar thotë që gjitha rrugë po çojnë në Skenderaj dhe në prekaz. Dhe më kujtohet, kam qenë unë me Gjavahir Gecin, edhe Ilaz Kodrën, edhe Fadil Kodrën, edhe Gani Gecin, shkojmë në Drenas, edhe e kapëm atë personin që kështon, jepëm dhe shumë plak, po jo më shumë. Ndodhë sulmi parë kundër familjes Jashari. A ka qenë kjo hakmarrje e policisë dhe ushtrisë sërbe ndaj këtyre aksioneve që ndërmarret në disa qytete? Unë mendoj që natë nitën sërbët apo policia sërbe ka pas informacione të sakta që Adem Jashari dhe grupi i Adem Jasharit kanë qenë në Shqipëri, në servitet ushtarake, dhe ata kanë pas informacione që Ademi dhe shokët e Ademit janë kthy në Kosovë, janë kthy të armacosura në Kosovë, një pjesë e atyne që ka qenë në Shqipëri, ka ndalë jashtë, kurse Adem Jashari dhe grupi Adem Jasharit ka ngel në Kosovë dhe ndodh sulmi në familjen Jashari. Te këto stërvit në Shqipëri, zoti Lushtako, grupi i parë ka qenë grupi i Adem Jasharit. Jo, ka qenë grupi i dytë i Adem Jasharit. Ku shkon grupi i parë? Si shkonit në Shqipëri? Si organizohet atje? Sa trajnoheshit atje? Si ktheheshin në Kosovë? Unë nuk kam qenë në servitje ushtarake, realisht. Moj mend që unë me Ademin kemi jetu për Zvicër në natë nitën, para se me ndodh sulmi Jasharve. Familja Jashari ka pas një mik në Prishtinë dhe simas familjes Jashari, ai djali i kishte bërë gjitha përgatitjet me qeverinë e Bukushit, që ata që të interesuar apo djemtë e fortë, djemtë e familjeve të forta me e qu në servitje ushtarake, e këshumni na si rast, dhe unë dhe Ademi shkojnë në Zvicër, dhe takojmë, emni tash nuk po më kujtohet, po besoj që gjatë kohës, kam me pas në fokus në mendjen time, dhe kur shkojmë atje, diskutojmë me djalin, dhe ai thot po, ka shku grupi parë, thot Ademi thot ne jena të interesu më shku dhe ne duhet më shku në servitje ushtarake, dhe shkon grupi parë, mas grupi parë shkon grupi Adem Jasharit dhe dihet, kërkojnë për Ademit që me dal jashtë, sepse kushtet në Kosovë nuk janë pjek hala, në mund që tutën njerëz të armatosur, Ademi nuk pranon dhe futet në Kosovë. Sa qëndronin në Shqipëri, zoti Lushtako? Unë me sodi, Se tha se nuk i në qenë, por besoj që... Po, unë me sodi, 6 javë. Stërviteshin dhe ka qenë 2 grupe. Jo, tani ka shkuar një grup ma vonë, po nuk kam në informacion sa ka nejtë po di për Ademin. Dhe grupin Ademin. Zoti Lushtako e përmendëm 90-ën, po prej vitit 90 deri me 5, 6 dhe 7 mars, vazhdimisht ka pasur me ndaj Adem Jashar dhe familjes së tij. 5, 6, 7, dihet se çfarë ka ndodhur. Ku ishit ju në ato momente? Jo,
Unë kam qenë në Gjermani kur ka ndodhur 5, 6 dhe 7 mars. Jo, më kur ka ndodhur sulmi i parë. Sulmi i parë. Sulmi i parë. Unë e thash edhe më herët, unë jam gjujt me policinë e Kosovës këtu para vitet po më gjatë vitit 90. Policinë e Serbisë. Po me policinë e Serbisë. Unë tentojnë me më kap pas demonstratave dhe që ishin në Skenderaj dhe ata fillojnë me kërku që unë të dërzohemi, unë isha armatosur, më gjuj, dhe unë largohëm nga veni i ngjarjes, dhe tani kemi shku në Zvicër e kështu me radhë. Pa nuk deshta një kronologjike që t'i përmendë gjitha këto. Mas rënjes së komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij, kushtimisht po them, a ishte një farë thyrje për pjesëtarët UÇK-s, rënja e komandantit legjendar dhe si u organizua UÇK-ja, sidomos në zonën e Drenicës pas rënjes së Adem Jasharit. Aksionet e para se u mbledhet, folët se si të veprohet mas 7 marsit. Jo, unë mendoj që mas vrasjes, mas 5, 6 dhe 7 marsit, unë mendoj që përpos dhimbjes dhe asaj që kishte ndodhur, unë mendoj që të pjesa më e madhe shokëve të Ademit, domthonë u bendën që nuk ka rrugë tjetër. Dhe unë mendoj që ajo ka qenë forca jonë. Domthonë ka qenë fuqia jonë dhe vendosmëria jonë që me vazhdu luftën e komandantit legjendar Adem Jashari. Dhe kështu ndodhi, domthonë në Drenicë ka pas tani domthonë shumë grupe, domthonë edhe grupi i Llaushës, edhe Açarevës, edhe i Obris, kështu që domthonë djemë që ishin bindë që me Serbi nuk ka dialog dhe e vetmja mënyrë është që luftohet kundër forcave serbe. Aksione pas aksione, sulmi pas sulmi zoti Lushtaku pas 7 marsit, por po vjen atë në një moment tjetër, 24 marsi epopeja e Dugaxhinit. Si zonë në Drenicë, a kishit informacion se mund të ndodhë një sulm i tillë, cili ka qenë roli i zonës së Drenicës, a kërkua ndihmë nga Dugaxhini? Jo, unë mendoj që Dugaxhini, zona e Drenicës dhe zona e Dugaxhinit, sidomos zona e Drenicës, domthonë pe vitit 92, 93, domthonë ka pas me dhetra njerëz të armatosur, po nuk ka pas shumë, natyrisht. Numri i pjesëtarëve të UÇK-s ka qenë në numër i vogël. Po ata që ishin vendosur dhe unë mendoj që kur ka ndodhur sulmit në Dugaxhin, ne kemi qenë në gjendje gatishmërie, po nuk na kanë kërkuar ndihmë edhe s'kemi pas mundësi me shkundim, sepse atëherë mundësia e lëvizjes ka qenë në mund tjetër, ka qenë shumë e vështirë. Dhe është një moment tjetër, zoti Lushtaku, intervenimi i NATO-s si general lufte dhe bashkëftëtar që ke pas aty, a ishte ky një moment shprese se lufta mund të përfundojë shpejt, pavarësisht se bombardimet e NATO-s zgjaten mbi 78 ditë dhe dim se cili prej nesh se çfarë bën forcat serbe deri në fillim të qershorit me ato gjitha masakrat, donimet dhe të tjera. Mu më kujtohet si e pritit këtë moment ku intervenoi NATO. Mu më kujtohet sepse Hashimi ka qenë në Francë dhe më thotë që marrëveshja ka ndodhur, tuju gjithë ushtarëve, kolegëve, në mund të kanë kujdes sepse po fillon intervenimi i NATO-s, dhe unë se më të kallëzua dhe unë edhe pjesëtarët e UÇK-s pak e kemi besu. Ne ishëm përgatit, dhe mund që kjo luftë jetë shumë afatgjatë. Po kur ndodhi, natyrisht unë kam qenë me Sylen, me një pjesë të ushtarëve, njësia speciale ka qenë me neve, dhe ka qenë me të kallëzu drejt një lajm tepër i gëzueshëm, sepse e dinim që lufta po përfundon. Dhe a besoni zoti Lushtaku se do të zgjat 78 ditë bombardim, apo pritet më shpejt? Jo, të jam i sinqert, ne kemi prit që aja të ndodhë shumë më shpejt. Kemi besu që Serbia do dorëzohet shumë më shpejt, po ne e dim që aja zgjati më 78 ditë dhe kanë qenë nashta humbjet më të mëdha të pjesëtarëve të UÇK-s gjatë kësaj periudhe. Sepse forcat serbe në farë forme ndolën pe kontrolli dhe qëllimi tyne është sa më shumë
të vriten shqiptarët. Pavarësisht a janë pjesëtarë të UÇK-s, a janë qytetarë të vendit. Po më intereson pak një detaj tjetër, zot Lushtaku. Koordinimi me NATO-n. Është fjala kur, se përmendet edhe ju, por e di më secili, se pas fillimit të bombardimeve, ushtria dhe policia u çmendën ndaj civilëve, ndaj pjesëtarëve të UÇK-s. Si u koordinoshin me NATO-n? Për shembull, si më thon, që të pikë ka popullat civile, aty ka granatime, ka bombardime, ose në këtë zonë ka pjesëtarë të UÇK-s që janë rrezikësi, bëj ky koordinimi me NATO-n për të sulmuar caqet serbe. Unë mendoj që një pjesë e kolegëve tonë që kanë qenë në Shqipëri, domthonë përmes tyre, domthonë Do thotë koordinimi vo përmes Shqipërisë. Përmes Shqipërisë dhe e jonja që ka qenë në Kosovë, domthonë ne jemi përpjek me tregu domthonë ku janë forcat serbe dhe pse përshtypja jam ata dinin domthonë çdo detaj, domthonë ishin të informuar ku janë forcat serbe dhe po besoj që do të ndihma jo nuk ka qenë e vogël në këtë drejtim. Dhe përfundoi lufta. Një gëzim i jashtëzakonshëm i secilit prej nesh. Tash nuk e di, për neve ka qenë e vështirë realisht. Ka qenë aja pjesa e asaj që forcat serbe u larguan. Por nuk ka qenë e lehtë kur ne jemi taku me familjet e dëshmorëve. Kur jemi taku me familjet që këshin ndonë shumë montar të familjes. Më kujtohet kur kemi hyrë në shtëpinë e Adem Jasharit, apo komandant të legjendar Adem Jashari, ka qenë diçka jashtëzakonshme, ka qenë e vështirë për neve. Kur e kemi taku cilindo, pas kësaj cilindo familje, diçka tepër, nuk është problem me përshkru, me fjallë, sepse vërtet ka qenë e vështirë. Domthonë gëzimi ishte, lumturia e një pjesë, po unë mendoj që për pjesëtarët e UÇK-s edhe ditën që mi shiru, po edhe sa domthonë ndjenja të përzimën në të kallë drejt. A ka qenë Albin Kurti pjesëtar i UÇK-s? Kur s'ka qenë. Unë më mend kur ka ardhur një herë, kur ka ardhur në Likovc dhe e kemi thonë, hajde, uniformën e ki kur dush, pushkën e ki, hajde ordinat, hajde nuk ka pranu me qenë pjesëtarë të UÇK-s. Cila ishte përgjigjja ti, me kon ishte? Jo, ka qenë me Adem Devoqin, dhe moj band që ai nuk ka pranu me kon pjesëtarë të UÇK-s. 26 vjet mas luftës, zoti Lushtaku, e dim se çfarë gjendje janë kategoritë e dala nga lufta. Po besoj ju kujtohet, ata janë lënë jashtë pagës minimale për shkak të një koordinimi të qeverisë Kurti me listën serbe dhe kësaj kategoritë e dala nga lufta meten jashtë pagës minimale. Unë asnjë pjesëtar i UÇK-s nuk ka luftuar që edhe nuk kemi menuar që ne kemi që ne kemi me prit lirin, po asnjë pjesëtar i UÇK-s nuk e ka besuar që mas luftës kemi me kërku beneficione apo diçka të tillë. Po mendoj që institucionet e këtij vendi duhet me qenë përgjegjshëm mas pari ndaj familjes dëshmorëve, po edhe ndaj invalidëve të luftës. Me informacionet e mia, janë që djem që sot kanë probleme shëndetësore, që i mungojnë gjymtyrët e trupit, nuk trajtohen nga qeveri. Protezat. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Pavarësisht bindjeve tona politike, unë mendoj që institucionet e këtij vendi duhet me qenë kujdesshme ndaj pjesëtarëve të UÇK-s, sidomos ndaj dy kategorive. Nuk po them 3, po them ndaj familjeve dëshmorëve edhe ndaj invalidëve të luftës së UÇK-s. Unë mendoj që ky trajtim nuk po ndodh një përbuzje për çdo ditë një pjesë të deputetëve, që bojnë hajgare dhe thonë pse me përmeni luftën ju. Merre me men. Kjo është vërtet nuk është njerëzore, nuk është normale, ne mos e pas drejt, që ne
të themi dikuna që kemi qenë pjesëtar të UÇK-s, po fatkeqësisht një pjesë e atyre që sot janë në qeveri dhe ata që një pjesë e atyre që janë deputet, vendet vetë që kanë ndonë kurgjë. Dhe është fyrje për ta nëse ti ja përmen edhe UÇK-n, nëse ja përmen edhe familjet e dëshmorëve, edhe invalidin, edhe veteran të UÇK-s. Në shkurti, zoti Lushtaku, e dim rezultatin e secilit subjekt politik. Qytetari i Kosovës vendosi që asnjë subjekt politik i vetëm të mos mund të krijojë institucionet e Kosovës. Lëvizja vetë vendosi ka dalë para dhe sot jemi në fund të prillit, në fillim të majit, nuk kemi institucione të reja. Pyk janë meqat në kuvend për kryetarin e kuvendit. Shepo këtë qitë situatë të këtyre seansave që po dështojnë po thirrën ka 10 minuta dhe po ecë. Kjo është papërgjegjësi e subjektit më të madh politik në këtë vend, është papërgjegjësi. Unë dëgjova që sa do kon Albini në Homozhe, dhe unë menoj që familjet e dëshmorëve nuk o dash milion me kry Homozhe ai. Sepse unë menoj që liria këtij vendit ka kushtu vëlla. Ka kushtu shumë. Jo sot nuk e di ai e dëshmitar a ka qenë as ka qenë, po sot domthonë janë 315 familje, domthonë që i kanë të vramë edhe dëshmor edhe martir, domthonë është vërtet është papërgjegjësi nëse ti nuk mundesh me kriju institucionet. Pse nuk po e çdor lëvizja vetëvendosja nga kandidati i saj, apo e bën me qëllim ta zoti Kurtis, po don me bëj institucionet e reja, apo nuk i ka numrat, po insistojnë në Albulena Axhiun. Unë mendoj që dyjat, as nuk i ka numrat, po edhe po luajnë me qytetarët e këtij vendi. A kanë bërë gabim për shembull partitë ish opozitare që kanë qenë që nuk e kanë shtinë në procedurë zotin Kurti dhe lëvizjen vetëvendosje duke votuar kandidatin, mas ne të jetë në afate ligjore dhe kushtetuese për shkak se kjo situatë cilën jemi, nuk na çon kërkon. Mund të thirrën seanca çdo 48 orë, ai çdo dashur për shembull sipas jush që opozita ta votoj kandidatin cilin do të qoftë ai, në mënyrë që partia e parë të hyjë në afate ligjore dhe kushtetuese për ta bërë kuvendin dhe qeverinë. Unë mendoj që nuk kena obligim na mja votu njerëz të një partie tjetër politike. Në vend ai po thotë që unë kam numrat, unë partia tjera po thonë nuk na bën ne. Mundësi të hiqe, por në nuk e ka numrat, ai duhet më deklaru. Nëse ai nuk e ka numrat, ai duhet me heq dorë nga krimi i qeverisë. Dhe cilat janë gjasat sipas jush, zoti Lushtaku? Në rast se lëvizja vetëvendosje dështon. Në rast se dështon, cilat janë gjasat sipas jush që PDK, LDK, Nisma dhe komunitetit jo shumicë ta krijojnë qeveri? Sipas asaj që na jena dëshmitar të asaj, na po shohim që nuk ka edhe partia e dytë nuk ka mundësi me kriju qeverinë. Dhe unë mendoj që më mirë është me shku në zgjedhje se sa kështu. Zgjedhje. Me lup ping-pong domthonë me qytetarët e këtij vendi. Kanë thonë nëse kjo situatë nuk zhbllokohet, ju thoni që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Duhet të shkojë në zgjedhje, nuk ka rrugë tjetër. A shet të mund të shkojë një koalicion për shembull mes LVB-s dhe PDK-s? Jo. Kjo formulë qeverisë nëse ndodh. Unë mendoj që PDK-ja me vetëvendosin në asnjë mënyrë nuk guxon me qenë bashkë. Domthonë ato fyrje që ka bërë Albin Kurti dhe vetëvendosja domthonë na ndonë një oqan mes veti. Nuk ka shumë. Në rast se bëhet një formulë qeverise LVB PDK, atëherë mund të shmangë edhe zgjedhje të reja, për shembull zgjedhjen e presidentit. Se dihet zoti Lushtaku se kemi zgjedhje. Unë jam i qartë, domthonë Partia Demokratike nuk guxon me shku me vetëvendosje. Nuk guxon. Nuk e lejon në elektorati i saj. S'kena asnjë mundësi, asnjë shans nuk ka. Do të thonë ju mendoni se vendi duhet të shkojë në zgjedhje, pavarësisht se kemi zgjedhje lokale, mund të kemi zgjedhje vitin e ardhshëm për shkak të mungesë numrave. Vetëm zgjedhja është me shku në zgjedhje. Unë nuk shohim tjetër rrugë. Dhe PDK është e gatshme, nuk tutet nga zgjedhjet e reja? Jo, absolutisht jo. Unë mendoj që Partia Demokratike bile ka arsye me shku në zgjedhje, me tregu qytetarëve që ky është i papërgjeshëm dhe ky lun me fatin e këtij vendi. Sepse mënyra që është sjell Albin Kurti, unë mendoj që qytetarët duhet me ia tregu vendin.
këtë fundit, që shëpet që të rritjen e energjisë elektrike, 16.1%, po nuk janë përfshirë edhe komunat veriore atje. Qëre, kjo është ftyra e Albin Kurtit. Unë mëne që e kam një shpesh, e po mënon adhone me thonë ato që e kam ndëgju, kjo është mashtruesi i shekullit. Shpë që mashtrues më të madh në Kosovë nuk besoj që ka Albin Kurti. Domethënë ky bën gjithçka. Ky edhe keq përdor, ky edhe vjedh, ky edhe plaçkit, ky edhe mashtron, edhe unë mendoj çka dush të keq mundesh me gjithë veç Albin Kurti. Zoti Luftaku, faleminderit shumë për kohë. Faleminderit shumë.